Përshëndetje koleg, mirë se erdhe nëpërmjet linjës tonë telefonike. Përshëndetje koleg, përshëndetje nga Prizreni, po deri në orën 16:45 minuta, sipas përgjigjimeve nga KCZ, në Prizren deri më tani kanë votuar 33.129 votues nga numri I përgjithshëm për 184.000 casosh, ndërsa në përqindje I bie 17.94, që është një numër shumë I ulët në krahasim me zgjedhjet paraprake, ku në të njëjtën kohë të ditës së 28 dhjetorit, pra deri pak para orës 17 kishin votuar rreth 24% të votuesve. Në Prizren procesi po shkon qetë mirë mbar përveç disa problemeve, kështu të quaj sporadike, se përket ndryshimit të vendbanimit për votuesit. Ka pasur disa prej tyre cilët janë detyruar që të shkojnë në Gjakov për të votuar nga Prizreni dhe në vendvotime tjera këtu brenda qytetit. Unë ndodhem në qendrën e vetme të votimit me kusht këtu në Prizren me numër 2001 VK dhe për ecurinë e procesit zgjedhor në qendrën e vetme të votimit me kusht të flas me menaxherin e kësaj qendre, zotëri Burim Mustafa, si po shkon procesi zgjedhor në qendrën e Përshëndetje, po deri tani çdo gjë ka shkuar në rregull, qendra e votimit është hapur me votim 7:00. Përgatitet kanë filluar qysh dje duke sjell materialin në sensitiv, sot në mëngjes materialin në sensitiv, dhe deri tani pjesëmarrja, këto janë 3 vendvotime në këtë qendër, deri tani I kemi 372 votues, që sipas kryesuesve të vendvotimeve janë më të larta se sa në zgjedhjet e kaluara të vjetëve. Po shohim një fluks më të madh pikërisht në këtë çast këtu në këtë qendër. Nga janë këta votues votojnë me kusht? Po, sipas informatave që kemi në bashkëbisedimin me votues, votuesit janë shumica të Prizrenit, po që vendvotimin do ose nuk e kanë gjetur ose ju ka dorë në një vend të largët. Njëri prej tyre tha se I ka dorë vendvotimin në Prishtinë. Po edhe qytetarë të qytetit që kanë rastisë në Prizren, kjo është në numër më të vogël. Kryesisht janë të Prizrenit edhe të rrethinave të Prizrenit. Patëm rast edhe një qytetare nga Zhupa, e cila nuk figuronte në një asnjë vendvotim, dhe është detyruar prej fshatit Planjone të vijë të votojë këtu, pasi që kjo është një vendvotim në kusht për komunën e Prizrenit. Edita, nëse keni ndonjë pyetje për zotriun. Faleminderit shumë, veç me falenderu, faleminderit edhe ty, ju shkoftë mbar dita, faleminderit. Faleminderit, që